Ministrja e Shëndetësisë Evi Sala këtë të premte ka marrë pjesë në Kongresin e dytë ndërkombëtar të shkencave mjekësore, ku foli për kërkimin shkencor në mjekësi si dhe integrimin e inteligjencës artificiale. Ministrja theksoi rëndësinë jetike të kërkimit klinik në zhvillimin e sistemit shëndetësor dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve. Kërkimi klinik nuk është më një zgjedhje, por është një domosdoshmëri për të ecur përpara. Pikërisht përmes kërkimit ne përmirësojmë trajtimet, personalizojmë kujdesin ndaj pacientit dhe sigurojmë që pacientët tanë të përfitojnë nga zbulimet dhe provat më të fundit shkencore. Njëkohësisht, inteligjenca artificiale, teknologjia është këtu. Po jetojmë në një transformim të thellë që AI dhe risitë teknologjike po shkaktojnë në shumë fusha. Ministrja Sala theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet profesionistëve të shëndetit dhe inovacionit për një kujdes mjekësor profesional dhe me standarde të larta. Të ndërtojmë një sistem së bashku, një sistem shëndetësor ku mjekët, studiuesit dhe studentët të udhëheqin inovacionin këtu në vendin tonë. Sigurisht ne gjithmonë mi presim diasporën dhe këmbimi i ideve inovative, por dhe përkushtimi dhe ato që mund t'japë diaspora janë gjithmonë të mirëpritura në një bashkëpunim shumë të fortë me mjekët tanë këtu të mrekullueshëm, po jo vetëm me mjekët, me gjithë personelin mjekësor. Spitalet tona të bëjnë qendra ekselence dhe ku pacientët tanë të marrin një kujdes të barabartë me standarde më të larta ndërkombëtare. Kongresi i dytë ndërkombëtar i shkencave mjekësore mblodhi ekspertë të njohur të fushës, duke krijuar një hapësirë të rëndësishme për prezantimin e kërkimeve më të fundit shkencore, ndarjen e përvojave dhe nxitjen e bashkëpunimit ndërkombëtar në funksion të avancimit të mjekësisë dhe shëndetit publik.